BDI-ja nuk ka koment lidhur me zhdukjen e përmendoreve shqiptare që vite me radh shkupianët nuk u pan gjurmën. Kjo është përmendorja e Metodia Shatorov Sharlos, një veprimtar Maqedonas, që zyrtarët e BDI-s tentuan që ta shesin sitën e gjatë agollit. Përmendoret e agollit Josif Bagerit dhe Pjetër Bogdanit u paralemruan që në vitin 2010. Mirë po, sot e kësaj dite në qendrën e Shkupit, vendin e tyre e kanë zënë veprimtarët Maqedonas. Mes vitesh, retorika zgjedhore ka vluar nga premtime se Shkupi do të frymoj Shqip dhe përpos përmendores e Hasan Prishtinës dhe të Skenderbeut, do të vendosen edhe përmendoret e figurave të Nexhat Agollit, Josif Bagerit dhe Pjetër Bogdanit. Se gjitha procedurat të cilat janë të parapare për vendosjen e këtyre përmendoreve rrihetin sipas dinamikës së parapare. Ajo që është me rëndësi të theksohet se projekti Shkupi 2014 nuk është më një projekt monoetnik, ashtu edhe siç e kemi trashëguar, por bëhet fjalë për një projekt shumë etnik, projekt i cili do të reflektoj karakterin shumë etnik të kryeqendrës dhe të Republikës së Maqedonisë. Përmendorët të cilët sot shënojnë këtë qytet, siç është sheshi Skenderbeu, pastaj përmendorët Hasan Prishtinës, Josif Bagerit, Nexhat Agollit, Pjetër Bogdanit dhe Muzeu i Lirisë. Kemi përgjegjësi morale dhe kombëtare për fjalën e dhënë, sepse fjala e dhënë nuk është një metelik paraje, nuk është një metelik hekuri që të shkoj dorë më dorë, por fjala e dhënë ka pesh, fjala e dhënë është e rëndë. Ditë më parë, zëdhënësi i BDI-s Bujar Osmani tha se përmendoret janë të gdhendura por mbahen peng në bodrumet e komunës Qendër, kreu i të cilës përgënjeshtroi Osmanin me automatizëm. I kontaktuar nga televizioni Shenja, deputeti i BDI-s Artan Grubi refuzoi në mënyrë automatike që të jap çfarë dokumenti lidhur me këtë temë. Nuk arritëm të marrim prononcim as nga zëdhënësi i BDI-s Bujar Osmani.